Ai paradoks tjetër shumë interesant në këto 12 ditë protesta është aspekti propagandistik. Nëse shohim sjelljen, qasjen dhe mentalitetin e njerëzve në shesh pavarësisht moshave, duket sikur e gjithë propaganda e kryeministrit e veçanërisht viteve të fundit ka qenë e dështuar. Dhe më shumë duken sikur i kanë besuar syrit për çdo gjë, edhe këtë e thash për çik vetë kënaqësi, kërkoj ndjes për këtë moment. Po nuk e kanë ngrënë atë sapunin e famshëm të kryeministrit për djathtë. Pse i ka dështuar ajo që dikur konsideroi pikë e tij e fortë? Sepse ka rënë e gjithë narrativa. Ka rënë e gjithë, si më thënë, ajo që lejmë sot se kur ti ndërton vetëm fasada dhe nuk ndërton themele mbi të cilat funksionon jo vetëm shteti, po duhesh edhe narrativa jote, sigurisht që një ditë ajo shkërmoqet, bie edhe të zë brenda. Dhe besoj që me Zvërnecin sigurisht që e gjitha ajo lloj narrative ka rënë. Dhe unë mendoj që kjo gjë është edhe për Zvërnecin, pra nuk është se Zvërneci u përdor thjesht si artific për të ardhur këtu. Mendoj që fillimi është ke Zvërneci dhe ne nuk kemi ikur akoma nga Zvërneci, sepse një nga qëllimet e kryesore të narrativës së Zoe Trama është që ky popull, si më thënë, nuk është se ka në ndjeshmëri, dhe ka qenë një tjetër poshtërsi e komunikimit të tij propagandistik të këtyre kohëve, sepse është munduar ta trajtojë popullin shqiptar neve në këtë rast si disa barbarë të cilët hedhin bidonin e ujit jashtë kazanit të plerave dhe nuk janë këta që kanë respekt për natyrën. Dhe është munduar ta pikturojë neve si njerëz të cilët ne nuk është se marrin vesh nga ose nuk kemi aq të ndërgjegjshëm për ruajtjen e flamingos, apo të pelikanit, apo të breshkave, apo qoftë edhe të gaforeve të ligatinës së Zvërnecit. Dhe kjo ka qenë një tjetër poshtërsi e madhe, jo vetëm si më thënë propagandistike, por një lloj neverie dhe një lloj përçmimi për ndjeshmërinë e qytetarëve, sepse pikë të përte munduar të sfidojë dhe të justifikoj dështimin e vet, sepse pastrimi i edhe mirëmbajtja e territorit më së pari është detyrë e qytetarëve, detyrë e shtetit, për cilën qytetarët paguajnë taksa edhe për të. Madje kanë paguar edhe incinerator rreth 600 milionë euro, të cilët nuk ekzistojnë. Që po të ekzistojnë të incinerator, jo Shqipëria, por edhe Kroacia, ndoshta me Sloveninë, nuk do duhet kishin asnjë lloj plere për shkak kapacitetit të tyre djegës që do duhet kishin. Po kjo është, më thënë, kjo tashmë është histori dhe është një histori e dhimbshme e cila i hoqi qytetarëve shqiptar dhe i shënoi kësaj qeverie që mundohet me propagandën të justifikojë çdo gjë, një vjedhje tjetër kolosale, e cila dihet që ka shkuar thjesht së pari në xhepa dhe më pas edhe si mekanizëm për blerje dhe korrupsioni. Kështu që kjo gjë do të mbajtur me kujdes dhe duhet të jemi të kujdesshëm për të thënë që Edi Rama, ky pis i madh, i cili e ka qelbur Shqipërinë në 14 vite, nuk mundi të thotë shqiptarëve që ju nuk keni ndjeshmëri për mjedisin, sepse kjo si më thënë, kjo nuk duhet të toleruar. Edhe në shesh është edhe për Zvërnecin. Por në Zvërnec, përveç faktit që shqiptarët dolën për të mbrojtur dhe janë aty për edhe për ta mbrojtur Zvërnecin e gjithë atë që do të jetë një zonë mbrojtje në Shqipëri, dolën sepse ajo propaganda e madhe, pushteti, si më thënë, kujdeset për pronarët, kujdeset për qytetarët, u tregua që nuk ekziston aty, sepse aty disa kapuçon të zinj, të cilët ishin duke mbrojtur, si më thënë, pazarin e radhës të Edi Ramës, ishin dhe çfarë bën? Jo vetëm që rrahen banorët, por rrahen dhe policët e shkret. Dhe aty u kuptua që ky shtet tashmë, ose më saktë qytetarët, ata që s'e kuptuar e panë me sytë e tyre që ky shtet ka rënë. Dhe pushteti dhe rënia e shtetit është alarm rreziku për të gjithë qytetarët. Edhe për ata që deri ditë i konsideroheshin si patronazhistë. Pra, unë mendoj që patronazhistët më shumë se sa për të përgjuar njerëzit administratës që shkojnë protestë janë aty edhe për hallin e vet, sepse e kuptojnë që kjo gjë, si më thënë, u ka ardhur edhe ke dera e tyre. Prandaj që protesta është një moment shumë i rëndësishëm, është një moment i madh rizimi të kombit, një lloj vetëdije të re e kombit, e cila deri sot realisht ka munguar, por që nuk duhet harruar është opozita që e ka artikuluar pafund tek kujdesi rreziku është aty dhe fakti që qytetarët erdhën edhe tek dhe kapën këtë alarm, nuk duhet po themi kështu fare ta intimidojë